Nis hartimi i buxhetit 2026 ja prioritetet e qeverisë për vitin e ardhshëm. Qeveria shqiptare ka nisur zyrtarisht punën për hartimin e buxhetit të shtetit për vitin 2026, dokumenti më i rëndësishëm financiar i vendit që përcakton ndarjen e fondeve publike dhe prioritetet ekonomike për vitin e ardhshëm. Sipas burimeve nga Ministria e Financave, grupet e punës ndodhen aktualisht në fazën e analizës së të ardhurave, shpenzimeve dhe projeksioneve të rritjes ekonomike. Fondet buxhetore do të shpërndahen për 16 ministri nga 12 që kanë deri më sot, duke reflektuar një riorganizim të strukturës qeveritare. Sektori i arsimit pritet përfitojë një ngritje të më të mëdha në financim me objektiv rritjen e pagave për mësuesit dhe investime në infrastrukturën shkollore në të gjithë vendin. Shëndetësia gjithashtu do të përfitojë shtesa të ndjeshme buxhetore me fokus modernizimin e spitaleve rajonale, përkrahjen për mjek të rinj dhe pajisjet mjekësore moderne. Mbrojtja sociale dhe pensionet do të vijojnë të jenë prioritet, ndërsa priten zhvillime të reja dhe në programet e punësimit dhe rritjen e mbështetjes për shtresat në nevojë. Pensionistët pritet përfitojnë nga rritja e indeksimit dhe skema të reja ndihme në përputhje me dokumentin afatmesëm të financave publike deri në vitin 2028. Një shtyllë e rëndësishme e buxhetit do të jetë infrastruktura me investime të reja në rrugët kombëtare dhe rajonale, si dhe projektet energjetike strategjike. Po ashtu buxheti ushtarak do të rritet për të përmbushur angazhimet e Shqipërisë ndaj NATO-s, duke synuar nivelin mbi 2% të GDP-s për mbrojtjen. Pavarësisht të rritjes së shpenzimeve, qeveria ka konfirmuar angazhimin për të rritur disiplinën fiskale dhe për të ulur gradualisht të borxhin publik, me synimin për të mbajtur stabilitetin financiar dhe forcimin e besueshmërisë së vendit në tregjet ndërkombëtare. Ministrit, pushteti vendor dhe partnerët ekonomik do të kenë mundësinë të paraqesin nevojat e tyre për financim gjatë javëve në vijim. Drafti i parë i buxhetit 2026 pritet publikohet në nëntor, ndërsa miratimi në kuvend synohet të përmbyllet para fundit të vitit.